Hani një vezë në ditë dhe I thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Të nisësh ditën me një vezë të zgjerë mund të shkaktojë reduktimin e riskut të prekjes nga problemet kardiovaskulare. E këtë e konfirmojnë mjekët në krye të një studimi. Vezët janë një burim thelbësor I kolesterolit ushqyes, por përmbajtja e proteinës së cilësisë së lartë dhe substancave bioaktive jep pasaj edhe shumë përfitime të tjera. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Studimet kanë analizuar veçanërisht edhe persona të cilët hanë minimalisht një vezë në ditë dhe kanë parë ndikimin kryesor të saj në shëndetin e tyre. Sipas këtyre studimeve, ata persona të cilët kishin frekuencën e konsumit të një veze në ditë patën përmirësime të dukshme të organizmit të tyre dhe lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit. Sidomos, edhe pas konsumit të paktën një vezë në ditë, patën gjithashtu një mbrojtje më të mirë kundër goditjeve ishemike në tru me të paktën 26%. Për më tepër, ekspertët vonë re se u pat një ulje prej 12% të sëmundjeve kardiovaskulare për persona të cilët konsumonin të paktën mesatarisht 5 vezë në javë. Vezët u cilësuan si një përzgjedhje mjaft e mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të organizmit. Shtimi I vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të shëndetit edhe në luftën kundër komplikacioneve të ndryshme. Vezët janë padyshim përbërësi kryesori një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të mira për të nisur vezën sigurisht është edhe forma e saj e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur veza konsumohet në këtë formë. Njihuni në këtë video me përfitimet kryesore që do të merrni pas konsumit të vezëve dhe ndikimin e tyre në organizëm që do të jetë I menjëhershëm dhe fuqiplot. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një I rritur duhet I ketë pjesë të pandarë të dietave të tij. Kështu, rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë mjaft fantastike në përditshmërinë tuaj. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një I rritur duhet të hajë të paktën një vezë në ditë. Veza përmban 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrrat që përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një I rritur duhet të ketë pjesë të pandërprerë të dietave të tij. Kështu, ndikimet e tyre në organizëm do të jenë të menjëhershme, të fuqishme dhe të plota. Shtimi I vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe lehtësim të dukshëm të komplikacioneve të organizmit. Vezët do të ofrojnë gjithashtu yndyrna cilësore në dobi të vlerave të shëndetit. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira të cilat do të ndikojnë gjithashtu në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa do të ulin në riskun e sëmundjeve të zemrës. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në nivelet e insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët e zjera janë të mira për organizmin dhe shtimi I tyre në vazhdimsi të dietës suaj do të ndikojë pozitivisht në shumë aspekte të organizmit, duke I dhënë fund edhe një sër komplikacionesh negative, të cilat mund të nxisin gjithashtu edhe përkeqësimin e shëndetit tuaj në tërësi. Shtimi I vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol pozitiv edhe në nxitjen e një proteine më të mirë për shëndetin. Vezët e zjera zakonisht përmbajnë nivele të mira të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteinë për forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina do të ndihmojë të gjitha organet e trupit të mundësojnë gjithashtu një strukturë të posaçme mbrojtëse për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj edhe shtimi I vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese për nxitjen e një proteine të mirë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Përfitoni nga konsumi I vezëve të zjera dhe shtojeni ato në vazhdimsi të dietës suaj. Vezët do të ndikojnë pozitivisht gjithashtu edhe në një mbrojtje më të mirë të shëndetit të syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A.
Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinën e syrit, përthithjen më të mirë të dritës dhe gjithashtu edhe membrana qul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit dhe verbëria. Shtimi i vezëve të zira në vaktet tuaja ditore do të jetë një mënyrë shumë e çmuar ushqyese për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj mos nguroni që vezët i keni pjesë të pandarë të dietave tuaja ditore. Kështu ato do të ndikojnë gjithashtu edhe në shëndetin e kockave. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë kjo e cila është shumë e rëndësishme për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët thonë se shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të përbëjë një urë të mirë komunikimi ndërqelizor dhe gjithashtu do të evitojë problemet e dobësimit të nyjeve. Vezët e zjera mund t'i shtoni në dietën tuaj në kombinime të ndryshme, qoftë me sallata, spinaq, patate, pul, peshk, ose edhe si një element i domosdoshëm i një ushqyerje të shëndetshme. Ndaj, shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol pozitiv për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë se vezët janë të mira për organizmin dhe një i rritur duhet të ketë pjesë të pandarë të dietave ditore. Kështu elementet e tyre ushqyes do të jenë më të plotë në dobi të vlerave të organizmit dhe do të lehtësoni komplikacionet. Ekspertët thonë se debati për vezët e zjera në trupin dhe në shëndetin ton nuk ndalet asnjëherë, dhe megjithatë ato shtojnë se përdorimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të përbëjë një urë të mirë komunikimi ndërqelizor dhe lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit. Vezët e pagatuara janë të tembushura me proteinë, ashtu dhe me yndyrna të mira, por shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre inflamacioneve dhe do të lehtësojë gjithashtu problemet në organizmin tuaj. Përfitimet që merrni nga vezët në shëndet do të jenë vërtet të larmishme. Veza çon më shumë energjinë e trupit dhe parandalon komplikacionet e tij. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe një lehtësim të dukshëm të shëndetit tuaj. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga konsumi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore, përgatituni të merrni gjithashtu edhe ndikimet e tyre ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e problemeve të tij. Përfitimet që do të merrni nga vezët e zjera në dobi të vlerave të shëndetit do të jenë të menjëhershme dhe të fuqishme. Ato treten lehtë dhe fal enzimave natyrale që gjenden te bardha e vezës, organizmi juaj do të marrë më shumë nga këto përfitime. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të përbëjë një urë të mirë komunikimi ndërqelizor, duke lehtësuar komplikacionet dhe duke nxitur gjithashtu një organizëm tuaj të shëndetshëm në tërësi. Vezët e zjera nga të dhënat forcojnë sistemin imunitar dhe kjo është një arsye shumë e rëndësishme përse ato duhet të jenë pjesë të pandara të dietave tuaja ditore. Vezët janë të tembushura me proteinë dhe yndyrna cilësore, me ndikime të tilla këto në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të organizmit. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vezët organike përmbajnë niancinë riboflavin, vitaminën B6, vitaminën A, kalcium, mangan, hekur, jod, bakër, zink dhe sulfur, të rëndësishme këto për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Të verdhat e vezëve janë ndër të paktat ushqimet që përmbajnë edhe sasinë më të lartë të vitaminës D, për të cilën trupi juaj ka kaq shumë nevojë në aktivitetet e tij ditore. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të ofrojë një potencial më të mirë edhe në mbrojtjen e shëndetit, pasi vezët do të ndikojnë pozitivisht në përmirësimin e funksioneve tuaja të trurit. Ato do të përmirësojnë ekuilibrat tuaj hormonal dhe gjithashtu do të përshpejtojnë mbrojtjen më të mirë të organizmit. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të rrisë edhe qarkullimin më të mirë të gjakut në trup. Ato do të përmirësojnë funksionet e mushkërive, forcojnë flokun dhe thonjtë tuaj. Dhe në këto raste, vezët e zjera do të përbëjnë një urë të mirë komunikimi ndërqelizor dhe do të lehtësojnë komplikacionet e shëndetit tuaj, citojnë ekspertët e Healthline. Vëmendje:
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.